duhet kuptosh. Se ju nuk jeni prokuror, do thuash ti. Se ka një fenomen që ka ndodhur. Nga dita e djeshme, ne nuk kemi më një prokurori speciale, por kemi prokurori zakonshme dhe qeveri speciale, sepse nga dita e djeshme Edi Rama ka vendosur që të ketë mandat special për të vjedhur qytetarët shqiptar. Dhe prokuroria që u ngrit për të qenë speciale me mandat të posaçëm për të goditur korrupsionin nuk është më e tillë, sepse ti je mbivendosur pushteti i mazhorancës me forcën e kartonave dhe nuk lejon që të ekzekutohet masa që kërkon prokuroria speciale, që deri para 2 vitesh kreu i grupit parlamentar të PS-s, po në mbledhje të Këshillit Rregullor të Mandateve, shprehej në dhjetor të 2023-shit që ne nuk kemi nevojë fare të shqyrtojmë kërkesën e ardhur nga Spaku, provat e paraqitura nga Spaku, relacionin e depozituar nga Spaku, sepse për sa kohë prokurorët janë më të mirëpaguarit në Republikën e Shqipërisë, njerëzit më të trajnuar dhe më të specializuar të vendit tonë mendojnë dhe kërkojnë imunitetin e një përfaqësuesi të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, ne automatikisht do votojmë pro pa e parë. Ky është qëndrimi i PS-s deri para një viti e gjysmë. Tani çfarë ka ndodhur? Në të gjitha rastet para zonjës Balluku, dhe këtu dua që ta kuptoj edhe shikuesi që na ndjek. Në të gjitha ato raste, qoftë në rastin e zotit Beqa, qoftë në rastin e zotit Veliaj, qoftë në rastin e Lefter Kokës etj, asnjëri prej tyre nuk ka shkuar në burg për aferat që i ka bërë me Edi Ramën. Do të marr 2 raste. Erion Veliaj nuk ka shkuar për incineratorin në burg. Erion Veliaj ka shkuar për parat 800.000 euro që blinte fustane e shoqja dhe për paratë e shoqatave që merrnin familjarët e tij dhe për disa çikërrima në raport me vjedhjet galopante. Ilir Beqa nuk ka shkuar as për check-upin, as për sterilizimin, as për laboratorët, ka shkuar se vidhte te restoranti i tij faturat e Saspakut dhe vidhte fondet e Bashkimit Evropian. Dhe në këtë rast është i vetmi rast në rastin e zonjës Balluku që ajo po shkon para drejtësisë për një aferë që ka bërë bashkë me Edi Ramën. Pra nuk është aferë personale. Këtu tash duhet bëjmë kujdes ta kuptoj publiku pse Edi Rama është i destinuar ta hedh këtë vallëzim tango me Ballukun dhe të bjerë në fund me të. Dhe nga kjo kuptohet pse është edhe e fuqishme në raport me të zonja Balluku, padyshim. Sepse të dyja çështjet dhe ka gjithë të drejtën të thotë që se bëra për vetë, bëra për ty. Qoftë tuneli Llogaras, qoftë lotet e Unazës Madhe, ku janë përgjimet të shkruara, të transkriptuara, e zezë mbi të bardhë, ku Balluku i thot varësit saj, drejtorit të rrugëve, i thot që ky jepja filan tender, filan kompaniese e ka mbyllur me Ramën. Ky tjetri më erdhi në zyrë dhe e ka mbyllur me Ramën. Vetëm se ti e ke të qartë. Jo, e di, këto ja, që ta dim. Dakor. Prova që janë pak këtu. Jo, ti nuk je jurist. Jo, këto nuk janë aludime, unë jurist nuk jam, por këto nuk janë aludime. Jo, desha me thënë këtë. Në formim, po nuk janë aludime. Jo, nuk janë aludime. Por nuk futen në prova. Sepse bazuar në këto prova, sepse shqetësimi ose pretendimi që kanë bërë se pse do ta mbrojnë ata. Ata do ta mbrojnë duke marrë një element dhe duke thënë, fakti që ajo ka Adi Krasta ka thënë Belind Këlliçit që shiko, ki kujdes sepse këtë punë ka bërë ky dhe është dërguar me celular, nuk konsiderohet provë. Konsiderohet indicje që ata ta provojnë dhe ata kanë arritur ta provojnë. Kjo është çështje tjetër pastaj. Që edhe këtë duam të dimë i kanë marrë këto kompani. Zoti Këlliçi, këtë duam të dimë ne si e provoni ju? I kanë shkuar, nuk e provojmë ne, po e them edhe një herë. Është prokuroria e posaçme. Po kur them provoni ju në lëmin mediatiko politik që njerëzit ta kuptojnë që që njerëzit ta kuptojnë, të kuptojnë këtë tjetrën. Nëse këta do kishin patur kthjelltësim për të kuptuar gravitetin e situatës penale të zonjës Balluku, që në muajin nëntor, kur ka qenë kërkesa e parë për pezullim, do të kishin dhënë miratimin dhe do të kishin hapur rrugë që hetimi të bëjë në atë formë. Por duke ju kundërvënë, duke ju ndërsyer organit akuzës dhe duke ardhur pastaj në momentin e dytë, në dhjetor, kur ka ardhur kërkesa për një masë tjetër sigurie, për shtrëngimin e masës sigurisë me arrest me burg apo arrest shtëpiak, çfarë ka ndodhur? Aty është prova e pakontestueshme se si zonja Balluku dhe rrethi i saj kanë ndërhyrë në proces, kanë prishur prova, kanë kërcënuar, intimiduar dëshmitarët për të ndruar dëshmit, persona që e kanë dhënë dëshmi në prokurori, që kanë bërë me faj zonjën Balluku, që kanë pranuar urdhrat e marrë nga zonja Balluku, që kanë pranuar direktivat dhe urdhrat politik në institucion, se ndryshe do të iknin nga puna për të ndryshuar dëshmitë e tyre. Tani kjo është smoking gun, e ke parasysh? Është prova e zjarrit që ata e kanë dhe kjo është e pamohueshme.
Dhe të gjitha këto janë bërë gjatë periudhës 3 mujore në cilën Edi Rama bleu kohë edhe një herë dhe kemi thënë gjatë gjithë kohës ka bler oksigjen artificial, sepse do t'i mbarojë një moment, është e pamundur që kjo histori të shkojë ashtu si mendon Edi Rama. Ajo që un po mundoja të shpjegoja është pse Edi Rama në këtë rast ka bërë një mbrojtje ndryshe. Dhe pse për herë të parë pemishtja te kryeministria ka dalë me inventarin mirë. Çfarë do thotë? Nuk keni dëgjuar të flitet as për moll, as për kumbulla, as për dardh të ngrëna prapa shpine, sepse i ka ngrënë kryeministri këto. Kto janë porosirat e Edi Ramës. Balluku me të vërtet është e përfshirë dhe ka përgjegjësi penale për të gjitha vendimet që kanë ndërmarrë në këto raste që po hetohen. Se mund të ketë raste tjera për të cilat unë nuk kam informacion. Por ajo ka ekzekutuar porositë e titullarit, e prorit saj. Ajo një e pror ka mbi kokë. Është vetëm Edi Rama. Dhe për shkak se kësaj radhe organi akuzës ka shkuar deri në paradhomën e kryeministrit, ne tashmë si Republikë, duke nisur nga kjo javë, kemi, po e them edhe një herë, prokuroritë zakonshme dhe qeveri speciale. Edi Rama ka vendosur nga dita e djeshme që t'i jap vetes së tij mandat të posaçëm për të vjedhur qytetarët shqiptar, për ta trajtuar veten mbi ligjin me forcën e kartonave, të cilët i ka marrë duke vjedhur sërish zgjedhjet e 11 maj